Belind Kılliçi pas ka thënë në një studio tjetër që Berisha nuk do të jetë kryeministër. Nuk e ka Do thënë. e zgjedhin pas fitores. Mirë, ajo, shiko, kjo ka qenë një ide e Berishës që ka thënë që ne pas fitore, por nuk thot kush, askush sot nuk thot kush do se s'është apo është. Belind Kılliçi Kjo është një thënie që ka thënë Sali Berisha në histori. Se mund të ta thresësh në Belind Kılliçi të mbledh mendjen, e kupton? Një thënie pa kuptim, se kush fiton zgjedhjet, Po sigurisht, ai që fiton zgjedhjet, ai ka drejtën ka në kokën. Ti thua Belindi të mbledh mendjen. Se edhe nuk ka kuptim. Kam përshtypjen se është lapsus i medias. Do mund të jetë një lapsus. Kam përshtypjen se është lapsus i medias jo se ka thënë Berisha. Ai Belindi. Ishte ai varianti pra që mbasi të mbarojmë fitojmë zgjedhjet, do bëjmë një garë se kush do të kryeminist. Brenda partisë. Ai që fiton zgjedhjet, ai që fiton Si zgjedhjet. primaret fiton i pari fiton doktori dhe post deshi doktori fiton flamuri i dytë. Tani, nëse u mbisni sërish flamur larg qoftë. Ta them sinqerisht larg qoftë. Ç'ndodh me partinë? A duhet largohet doktori? Larg qoftë humbët. Në një ndeshje, Të gjithë aty. dikush dikush fiton. Ju fitoni, po e zëm se humbët. Ai që humb është Gjirizi, kështu që mos e bëj pritet më. 100% e tham thotë një gazetar i njohur. Ja fut kod Belindi, gazetari, ai që humb është Gjirizi. Ai që fiton është programi për qytetarët. Ore, arri doktori prap në partinë qoftë se ju larg qoftë humbët. Unë nuk ka larg qoftë, ne do fitojmë. Sigurt. Po ti flamur, ma thuaj për vete të paktën, në qoftë se humni larg qoftë, ti do rish? Ne do fitojmë. Po ku do vej flamuri s'lëviz nga vendi aty sikur të kthehet? Ne do fitojmë.